Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Kosovë dhe dua të falenderoj të gjithë shqiptarët jo vetëm të Kosovës, por të Malit të Zi, në Maqedoninë e Veriut, kudo ku ka shqiptar, të cilët më shkruajnë dhe më telefonojnë dhe kërkojnë të jenë pjesë e kësaj dritare, e cila është hapur më shumë se 2 vite kam që kam hapur këtë dritare, ku zëri çdo qytetari ka mundësi të dëgjohet me këtë audiencë të cilën unë kam krijuar prej vitesh. Ju faleminderit të gjithëve për mirëbesimin. Mirë, ne do të shkojmë në Kosovë pas pak, do të jetë një hall e cila është në kërkim të 2 nipërve të saj, ku fatkeqësisht vllai i braktisi kur ata ishin të vegjël, një baba nga Kosova dhe një nën nga Italia, 2 fëmijë të cilët u rritën vetëm nga nëna dhe sot pas 20 viteve kjo hall kërkon të njohë 2 niprit e saj që fatkeqësisht nuk i ka takuar asnjëherë në jetën e saj. Quhet Gofile, ka një emër të veçantë, është duke më pritur, do e përshëndes dhe do e dëgjoj me vëmendje këtë histori. Përshëndetje nga Tirana. Faleminderit shumë gjithashtu edhe për ju. Si je me shëndet? Mirë me thonë, ka unë kesa si, ka pak si shqiptarët mo. Ju jeni shqiptari nga Kosova? Unë jam shqiptare e Malit Zi, e martu me Kosovë. E martuar në Kosovë? Je nga Malizi, por je martuar në Kosovë. Çfarë vendi në Kosovë? Prishtinë jetoj, PS. Jeton në Prishtinë. Më shkruajte dje në Viber dhe kërkove që të flisje me mua se ke një rast. Po. Dhe me thënë të drejtën shumë shqiptarë të Kosovës më telefonojnë dhe duan që të jenë pjesë e programit, se kanë probleme dhe paka shumë të njëjta probleme si shka në Shqipëri, shqiptarët e Shqipërisë. Si shqiptarët e krejt botuj. Jemi një kombë dhe si duket ato plagët e shoqërisë janë të njëjta kudo. Çfarë problemi keni? Vllau ka pas 2 fëmijë, po janë atë tërcu me gru, edhe fëmija janë këty në Itali, italiane ka pas gru. Më me kontaktu, pa ata s'podohen ma me kontaktu, s'podohen me kontaktu që po i thonë që prej fëmina kjedane dhe... Por si ka qenë historia e vllajt me shtetasen italiane? Po, si shqiptarë që dalin dhe jashtë, punojnë asi, martohen, prishën për kur gjoheq. Të ndalemi pak, sa vjeç është vllai juaj? Ashtë 55 vjetë. Para sa vitesh u njoh me bashorten e tij shtetasen italiane? Të 2 vjetë, 23 vjetë i vjetë. 20 viteve është i njohur. Ai ka qenë emigrant në Itali? Jo, në Zvicër. Shtetase italiane e ka njohur në Zvicër? Po, në Zvicër. Ata kanë jetuar në Zvicër bashk? Po, kanë jetuar, kanë pas 2 fëmijë. Por çfarë vendi të Zvicrës? Në Sollotun. Dhe sa vite kanë jetuar bashk? Po, kanë jetuar edhe një 4-5 vite, po i vjenë qështu. Bën një martesë ligjore? Martesë ligjore kanë pas. Ata kanë pasur një martesë ligjore, pra është njohur atësia e vllait tuaj. Po, që po, mbiemrin e babait e Po, moj. pra këtë po them që ai e ka njohur atësinë dhe ata kanë marrë mbiemrin e babait. Po, mbiemrin e babas e kanë. Por pse u divorcua? Ka pasur një ndarje të vështirë? Valloj, qysh me thonë, ajo ka dashtë më këty në Itali, ky ka thonë jo dhe ka thonë anë unë i marrë fëmijën dhe shkoj dhe e gjithë me gasa si ajo punë e nanes, si ka dashtë më këty në Itali dhe për çata. Pra, shkaku i ndarjes ka qenë se vllai ka kërkuar që të rrinte në Zvicër dhe ai ka kërkuar të kthehesh në Itali. Po. Por në momentin që nusja iku në Itali, ata bën divorc? Që ta nuk e ditë sigur. Por kontakte ka pasur me fëmijët kur u nda që ata vajten në Itali? Jo. Por pse? Po pse dhe nuk po dija vetë me ta shpjegu. Jo, ka qenë nusja që i ka penguar të flasin fëmijët? Nuk po dija, dhe ky s'ka dashtë me asi se ky mor shqip ka marrë shqiptar, në atëre sigurisht aty u kanë, jo s'po du. Ka qenë vllai që nuk ka dashur të flasin me fëmijët? Po sigur që aty, se ky tash adin ta leja të punë, adin s'po ka qepe dhe miron që atë tem. Por ti si halli kërkon, ai nuk ka interes t'i gjej? Jo, ai ka interes me i po, me asite se... E ki po kur pret një sen, tute që zbët edhe s'din tash, se ka shkru në Instagram shumë herë, adin e se e kam këthyja, si janë marrë me to heq. Sa vjeç janë fëmijët sot? Sot du të me ka 24, për 25 i madhe, i vogli du të me ka 21, 22 që ashtu. Janë rritur pa imazhin e babait? Po. E kanë refuzuar, nuk duan të atakojnë babain e tyre? Refuzuar, s'ka që kam ty përgjigje kur një herë. Unë e kom shkru një herë në Instagram, kam thonë ja, nuk na interesant. Tash janë edhe zemëruar ata se pe i fëmijë po i lem për shembull 2 vjetë, 3 vjeç, e 1 vjeçar po i lem. E qartë, u lëndove kur more këtë përgjigje?
Po që është të lëndove. Se fakt e kena dosh, të konë shumë grua mirë, nuk ke pas vrejtjen ta. Nona e me bile thoj kjo zdi që ka mu bo masa nej, po ka bon që ke ka bu shumë, aset jo, ku marrë shqiptaren, jo. E shika 2 fëmijë me autizëm. Me gruan e dytë. Që e në kolli krejt. Ishte vllai juaj një farmyri që u dashurua me shqiptaren dhe ajo i Po, në Itali? me gasta që ajo është problemi, po tash s'do me pranu faktin. Do me thënë ka qenë vllai fajtor në ndarje. Valloj, me gasta që po, me pol realitetin. Dhe më vika keq që 2 fëmijët i ka me autizëm vllai. Po, në djalin e ka 18 vjetëve, 18 vjetë, që i vajzën e ka 15. Po vajzë asë një fjallë, ishte se qelë vujën heq. Jeton në Zvicër, ende vllai juaj. Po. Nuk e ka marrë asnjëherë guximin vllai juaj të udhëtoj në Itali, të flasi me ish gruan, të takoj fëmijët e tij. Ja, se atëre odona dhe na ke pa kur i kitë smutin e në shpirë, hupe dhe memoria me një fjallë gati. Ata sot janë në moshë madhore dhe sigurisht vendosin vetë për fatin e tyre. Pra, nuk është nëna pengesë, do me thonë nuk besoj që nëna mund t'jetë pengesë, jo që vllai juaj si ka kërkuar kanë qenë të vegjël, ata janë rritur pa dashurinë e tij dhe e kanë të vështirë sot ta pranojnë një baba. Po qësh jo. Unë mendoj që ata janë të pafajshëm, edhe nëna e tyre duam apo s'duam ta pranojmë është e pafajshme. E pafajshme është. Në realitetin e tregu e pafajshme është. Sepse ka qenë vllai juaj shkaktar që e ndau shtetasen italiane. A ka për shembull një femën ekstrem, që i ka thonë ky ashtu ka po, ajo ka interesuar me bli në Kosovë, me jetu në Malzi, krejt, po janë të rrisë, po mendoj ma gjatë. Ju vetë si hall që keni marrë guximin t'i kërkoni, duke ditur që babai jo së është trequr se nuk i do, por duke ditur që ata e kanë refuzuar, ai e ka më të vështirë të bëj hapin e parë vetë i takoj. Ti si hall, pse nuk je munduar, se ndonjëherë nuk është kjo forma ti shkruajmë në Instagram, në rrjetet sociale, ai të fut një blog dhe ti shkëput gjithçka. Pse nuk e keni marrë një guximin? Ata çfarë vendi të Italis jetojnë? Që ato tash saksisht nuk e di, se veta unë e vllau sot, poli madem, së më dha përgjigje, sa e din edhe vend e qytetin e krejti din, sigur. Ndoshta duke marrë adresën e sakt, mund të marrësh ti guximin, të shkosh dhe të trokasësh në derë. Besoj që ish nusja e vllajt të njeh kush je. Ja kum çu kërkesën edhe asajna në Facebook, ka refuzu. Se unë i kom pas do spatica një jetë që ashtu të pedatum ju fmi nevojt, jo njerë po bashkëshor, që jeta ma ke po. Po pse, çfarë ka ndodhur me jetën tënde? Po, që është jeta, burën e kom pas pa pas Ramburg, mi nevoj, spatica si shqiptarët mo. E tash që jem bota man familja dhe mi jem mije, po qik me kontaktu me ta dhe, sa i nërgjak uri sështë. Sa i njeri nështë ta kur takohet me e tërhjek gjaku e tërhjeka dhe. Qartë, gjaku juaj, ata mbajnë mbiemrin e familjes tuaj. Sigurisht që ke interes ti njohësh dhe ti takosh, por i ke takuar kur kanë qenë të vegjël, kur jetonin me vllajin? Jo. Asnjëherë? Jo, vetëm fotografi pësi e kanë linde, kështu e krejt na i qojke ajo Klaudia ka po semnin, krejt na i qojke kiqiva ajo për shumë për më orë. Aden, po ju që të verë, dhe ke po ju fëmija e vojt. Por pse edhe nusën e vllajt, nusën e vllajt nuk e ke takuar asnjëherë? Jo, se atëre në s'kam pas pasaport, jo viza, jo kështu. Ka qenë e vështirë për të udhëtuar jashtë Shqipërisë. Jo kushtet. E kuptoj. Por gjithsesi, nëse ti do merje guximin për të takuar ose ndoshta ndonjë adresë të saj, mund të ma kalosh dhe mua në privat të flas dhe unë me këtë shtetase italiane, ndoshta për një ndërmjetësim, ti e halla, je pafajshme. Çfarë do të ketë bërë vllai juaj që mund ta ketë lënduar atë grua, ti je pafajshme, ti kërkon dy niprit ti takosh, është gjaku jot. Po, qashtu e pala. E dashur gofile sa fëmijë ke? I kom 4 fëmijë, 3 vajza një djalë. Që ata kanë 2 kushërinj, që duan t'i njohin. Po, normalisht. Kanë interes fëmijët e tu t'i njohin dhe t'i takojnë? Po. Pra ata janë munduar nëpërmjet rrjeteve sociale t'i bëjnë ftesë, I t'ja u kanë çu kërkesat. Vajzës dytë ja kam pranu, ajo kom kontaktu italisht me ta, unë jam qështu, edhe me njerë automatikisht ja kam bloku. Që në momenti që është prezentuar. Po,
pra njerë që njerë që shini, adem se kjo njerë dhja me në tjetër, se lajq, adem. Po. Dhja me në tjetër, ka kontaktu që shini a i një mirë, që shpo kaloni, adem. Jo që shtu me shkolla, jo me puna, adem. Një ka tonën e kom qep më u taku, adem. Po tonë po, qka jeti, pse më në taku ti mu e Kosovës? Po tonë po na jem një gjak, adem. Sa ta e din që babajnë e kanë shqiptar dhe kanë nga... Jem një gjak që shtu edhe automatikisht si kanë këty përgjigje ma, si ka këty ma, i madhe, dhe që ka po blok. Pra ata kanë vendosur që s'duan të njohin askënd nga fisi i babait. Po, i me do që ajo dhe... E qartë, e kuptoj, fëmijë të cilët janë lënduar. Se po nuk dihet... Paramendoje për shemull, nona ju të baba jëtë me të ljonë sa 20 vjetë, mos me të taku. Momenti i vështirë është dhe më kontaktue me fole, se ndi njeri vetë mire. E qartë, dhe ne nuk e dim nëna e tyre çfarë mund të ketë thënë gjatë jetës. E vloj jam i vogli deri para 2 vjetë dhe kanë të kontaktu me nënë tyne. Po ja pas... Mirë, jena po, e që 2 vjetë ja ka hu kontaktin. Do më thënë, Xhaxhai ka pasur kontakte me ish gruan e vllajt. Po, 3 ka hu kontaktin. Por pse ja ka mbyllur kontaktin atit? Po, ku me dita, martua, nështë ta mundet me kanë që ato martua, tërna, s'po di mirë, ja dhe që ka kanë problemi. Mira, ajo shtetës italiane, ande janë aq open majsa edhe kur martohen, nuk e kanë problem të tërgojnë të vërtetën. Po. Nuk është një problemi madh, do me thonë. Por gjatë kohës që vlla juaj ka pasur kontakte, çfarë i ka thënë për fëmijët? Mirë, janë, kushtet i kena shumë të shtira, që... Vajsi kanë ndihmuar asnjëherë me para? Jo, se në qeq. Pse nuk e ka bërë këtë gjë për fëmijët e tij? Po që ajo, po to me dhe me pse, po tash së moni të njëri asë një sen, se ajo është dhe zemër dhy. Një anë për ata 2, tjetërën anë për këta 2, tash për ka dhe zemrën e lëndu më shumë. Sa i tash nështë ora piqmon, adhe një kohë e pranon gabimin e krejt, po zemër dhy më është tash. Unë jam e sigurt që vlla juaj është i penduar, që nuk i ka takuar fëmijët, në një farë mënyrë i ka braktisur dhe sot nuk e merr dot guximin që të shkojë ti trokasi dhe ti thoj që jam baba i tyre. Është i penduar. Po ç'është jo. Është histori e dhimbshme në fakt, por edhe ata fëmijë janë të pafajshëm. Nuk i gjykon dot pse nuk duan të flasin me babain apo me hallën. Janë të lënduar. Janë qashtu viktima. Po, sepse kur kanë pasur nevojë, nuk e kanë pasur babain e tyre pranë. Dhe mbi të gjitha, nusja ka treguar që jetojnë në kushte të vështira, do të thotë që kanë patur një jetë të vështirë në Itali. Po sigurt, nështë. Sa i 2 fëmijë, nuk ka problem, është gjithmonë i rri 2 fëmijë pa prind, pa kon 2 prind. Po, por dua të pyes, kur vllai kishte kontakte, pra Xhaxhai fliste me ish nusën e vllajt dhe me 2 niprit, pse nuk ja jepte edhe babait të fliste në telefon? Po, këtë vlau jo konë në Gjermani, jam konë larkësi. Edhe kjo jo, hajtë leqe folje, dhe... Pra ka qenë vetë babai neglizhent. Babai vjetë, krejt babahit, tash me folë se një zote krim krejt. E tash Gofile, po kur ke folur me vllajin tënd, e ka pranuar që është ai fajtori? Apo e ka të vështirë të flasi për këtë temë? Nuk ka qip me Irana tim. A ben një aqela biseda temi ikë për një herë ikë, jo leja pun, jo ka shkua, jo pun që me bod, o dek, a den, sikur njeri që desot, jo, tash i ka hupë dhe shpresa shumë. Që do t'i takoj një ditë. Po. Ti e motra dhe kërkon ta ndihmosh atë vlla, e kuptoj, dhe kërkon që ta lidhesh me vëllezërit, me që unë kom 3 vllazër, po këto kom pik do. Të kuptoj qartë, e dashur File, por kur keni hyrë në rrjetet sociale, i keni parë fotot, kujt i ngjajnë fëmijët? I ngjajnë babait, vllait tuaj? I madhi për ngjarë me vllavin e madh. Oh, me Xhaxhain. Po, mund është me njoft automatikisht që është aty i dyti identik si babajve. Kanë ngjashmëri me familjen tuaj. Po, e ky madhe ka të përzirë edhe prej nanës, po edhe për mund është me njoft që ka agji, vllahun. Ka marrë nga familja juaj, pra kanë pamjen nga ju.
Po, kanë dy të fame. Dytja identik si babajve. Sepse ata janë gjysmë shqiptar dhe gjysmë italian. Babajin e kanë shqiptar, të malit zi, ndërsa nënën e kanë italiane. Nëse Gofile do t'i kishe përballë siç më ke mua sot, ti si një hall që fatkeqësisht nuk i njeh, edhe pse e munduar nëpërmjet rrjeteve sociale t'i kontaktosh, një mesazh falje në emër të babait të tyre do t'ja përcjellje? Po që shjo, normalisht që po. Unë do bëj të pamundrën të lidhe me ta. Çfarë mesazhi do t'ju jepje? Ekziston më i miri në botë, që thonë. Një mesazh që ekziston më i miri në botë i kisha dhënë. Po pranojmë gabimet, se gabimet janë edhe tona për shembull, si vllavit, si Axhit, si megjithëse gjyshi ata Janë të pafashëm. janë kohës viktima dhe ata. Ata s'kanë pas qifish, po që me bokon jeta që ashtu. Pa i jem krejt na, nuk jam vetë, na jem fajtor. Se për shemë o dash me shku me i vizitue, se gjë normale, ndohem për shemë o në kom vajzën e martume, edhe mu do sot, a i du të me shku me i kontaktu babën, nanën. E qartë. Se kjo është jeta, kështu duhet të funksionojë. Familja, çdo familje, gabimi është të na. Se ka mujt vllavin, ka mujt hajt babi së babas ka dash, ka mujt një gjallat, dytë janë kanë jashtë, kanë mujt me kontaktu me ta, po. E qartë, e kuptoj që në një farë mënyrë i kërkoni falje dhe ndjes që nuk keni qenë prezent në jetën e tyre. Por prindrit janë gjallë, nëna dhe babai juaj, gjyshrit? Nana po, e baba jo. Oh, më vjen nga keq për babain, por nëna, gjyshja? Edhe nana me një fjallë, është me demencë, e lodho me... Apo, e me demencë është edhe i përmen ka mirë. I kujton? Dorianin, po. Dorianin i ka në Itali, 2 djem, Armia. I kujton? Po, i kujton. Edhe pse është me demencë. Edhe po se të kalumet krejt i kujton. E dashur Gofile, në privat, në numrin tim do më dërgosh adresat e tyre, unë do bëj të pamundrën që të lidhe me ta, do bëj të pamundrën që të flas dhe t'ju dërgoj mesazhet e tua si një hall dhe uroj që ata të bëhen njerëz që të kenë zemrën e madhe dhe të vendosin që të kontaktojnë me gjakun e tyre në Shqipëri. Ndoshta me babain do ta kenë të vështirë, ata mund të kenë zemrën e lënduar nga babai që si ka kontaktuar, por ata janë të rritur dhe duhet ta kuptojnë që halla, gjyshja, xhaxhai, kushurinë e parë janë të pafajshëm. Përderisa ju i kërkoni, do të thotë se i doni. Po ç'është. Dhe kjo është e kuptueshme, përderisa i kërkoni. Kështu që uroj që ata dy niprit e tu ta kuptojnë mesazhin tënd dhe uroj që të më kthejnë një përgjigje pozitive. Faleminderit shumë, amin, inshallah. Uroj që të bashkohesh me të dy niprit. Inshallah të shpërblen Zoti, në të mira. Edhe uroj që vllai juaj me atë zemër të lënduar të gjej pak qetësi, se e kuptoj që vuan. Jetën e ka të vështirë, ndoshta mund të ketë një ekonomi të mirë, jeton në Zvicër, por kur ke 2 fëmijë të sëmurë, 2 që s'flet, s'të duhet mirë qenë janë tilla raste. Kështu që e kuptoj që ka një zemër të lartë. Unë kur i shoh, thonë 10% jeta më shkurtohet, e ju me jetu vesh me ta. Uroj që Zoti t'i japi forcë t'i përballoj të gjitha këto dhe pse me 2 fëmijët e para i ka gabuar. Gabime që se fshin ku po shetsoj. E vërtet. Mirë, e dashur Gofile, uroj të bëhet më e mira, do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana dhe të përqafoj. Ani shumë edhe ty përqafoj. Mirë të dashur miq, urojmë dhe shpresojmë më të mirën për këtë hall, e cila kërkon 2 niprit e saj, të cilët janë rritur nga nëna në shtetin italian, jetojnë në Itali dhe urojmë që ata ta pranojnë hallën e tyre. Do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live, pasi një tjetër personazh do të jetë pas pak me mua për të rrëfyer një tjetër histori, një tjetër dhimbje që do dëgjojmë së bashku. Hap dritaren dhe përshëndes personazhin e radhës. E dashur Blerta, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Ti më ke telefonuar se ke një problem dhe më ke shkruar që jeta ime është në rrezik. Po. Çfarë ka ndodhur? Unë kam qenë martuar, kam pas shumë maltretime nga burri dhe kam ikur pas 20 vjetëve bashkë me të në Gjermani me fëmijët e mi azil.
Atëherë më lejo të bëj disa pyetje që unë ta kuptoj qartë historinë. Sa kohë keni qenë martuar? 2006 deri 2021. Sa fëmijë keni sjell në jetë? 3. Qa moshe kanë fëmijët? 17-19 mu i bani madhi, 12 dhe 19 vajza e vogël. Me jetë ti kesh, i pas ke të rritur le të themi fëmijët. Të rritur. Mund të më tregosh si e njohur me Muhamedin për të kuptuar çfarë ka ndodhur në jetën tënde? Ne jemi njohur rastisht mbas shoqërisë, pastaj kemi qenë 3 vite bashk, pastaj jemi martuar, familja ime ka qenë kundër, domethënë kësaj martese. Por Pse? sjere besoja shumë dhe u martova. Pse familja jote ka qenë kundër martesës me Muhamedin? Pasi që e kanë ditur se kush është, ka është janë njoftur më përpara familja mamit dhe familja e Muhamedit. Muhamedi është po nga Tetova, jeni nga i njëjti vend. Po, Por ju më thatë që familja nuk ishte dakord për Muhamedin se e njihnin. Pse si e njihnin ata Muhamedin? e njinin për keq, do me thënë janë familja e mamit dhe familja e Muhamedit nga njëjti fshat. Dhe Muhamedi ka qenë që i ri me probleme, me vrasje, me kidnapime, me vjedhje, me burgje. Sa vjeç ke qenë ti kur e ke njohur Muhamedin? 18. 18 vjeç. Po Muhamedi sa vjeç ka qenë? 20. 20 vjeç. Ti më tregove që familja nuk donte, por ti si e re nuk e dëgjove familjen tënde. Çfarë ndodhi më pas? Më pas fillimi ishte shumë i mirë, 1 vjetët e parë ishin mirë, derisa erdhi në jetë djali i madh. Dhe pastaj ai luante bixhos, pinte alkohol, pinte drogë. Vinte në shtëpi, më maltretonte mua, bëri një vrasje, shkoj në burg, unë e vazhdoja të qëndroja, të krisja. Dhe me ndihmën e familjes time, se i kam pak me edukat më të lartë dhe me shkollim me punë, i ndihmuam prej 20 vjet burgja bëm në 4,5, do me thënë. E nxjerrëm prej burgit pas vrasjes. E dashu Blerta, në momentin që ti ishe 18 vjeç, sa kishe mbushur moshën, ti u largove nga shtëpia, por familja jote si e priti? Jo, prej 18 vjeç jemi njohur që 18 vjeç, te 22 vjeç jam martuar. Pas 4 viteve. Po, njerë jemi mundu që t'i bindim, do me thënë familjen, por nuk mundeshim edhe u martova. Nëna dhe babai, familja jote, motra, vëllezër, çfarë ke, normalisht nuk e kanë pritur mirë, unë e kuptoj këtë gjë. Kur ti Jo. Nuk e kanë pritur mami u sëmur shumë keq atëherë. Njëjtë edhe vllau, familja, babi, krejt, por unë veç e mora vendimin. Pas 1 muaj erdhi vllau dhe u pajtuan. Këtë desha të ndalesh, se e mora me mend që në momentin që ti ike, familja nuk të foli, besoj për një kohë. Jo, nuk më foli. Pas 1 muaj u pajtuan, erdhi, Mund të ma tregosh? Ka qenë vllai ai që ka ndërmjetësuar. Vllai, po. Erdhi dhe më takoi, nuk hyri brenda hiq, veç deri te dera dhe vetëm më tha lajmëroje mamin, se është shumë keq. Edhe në momentin që e kam lajmëru mamin, është pajtuar familja ime. Por ato 1 muaj që ti ishe te shtëpia e Muhamedit dhe s'kishe kontakte me nënën, besoj Ishin shumë keq. Por ai çfarë të thoshte në atë kohë? Do pajtojnë, s'kan çfarë bëjnë. Do vinë, do pajtojnë me fatin. Pastaj pas 2 muaj unë e mora vesh që jam shtatzënë edhe. 2 muaj pasi u martove mbete shtatzën, po më tregon. Pra i bie të kesh afërsisht 18 vite martesë, me që djalin e ke 17 vjeç.
Por ti në atë kohë ke jetuar vetëm me Muhamedin e dashur Blerta, apo edhe me prindrit e ti, me familjen? Jo, me gjithë familjen e Muhamedit. Por si lindën konfliktet e para mes teje dhe Muhamedit? Ka qenë konflikti i parë kam qenë 7 muaj në djalin e madh, që kisha edhe dhimbje parakoshme. Dhe isha në spital, që më thanë që prej 7 muaj ka gjasa që të lindish, më mbajtën në spital. Kur dola nga spitali, nuk linda në kohë, do me thënë, po Muhamedi më kthim tha, pasi të lindish, do e shofish ti që ti nuk e dash të vish në shtëpi, ke dash të qëndrosh në spital. Do me thënë, nuk e dash të vish afër me. Edhe unë e habitur, thash, jo, unë ku më dash të vi, se unë në shkrujta për dalë prej spitali, por e kisha rrezik fëmijën, edhe vetë isha e dobët. Nëse ti kishe probleme, ti duhet të rrije në spital. Po. Kjo është logjike. Po. Dhe ai të akuzoi që ti nuk doje të vije në shtëpi dhe qëndrove vetë në spital dhe kështu nisën konfliktet e para? Po. Por çfarë ndodhi më pas? Çdo herë thonte sa të lind fëmia e shefti. Se që ka të bëj. Edhe filloj luante bixhoz, alkoholin i kishte këto prej para, por nuk pengon të në shtëpi. Pastaj pas lindjes fëmijës, ai luante, kur humte, vinte në shtëpi, maltretonte. Fëmija kishte 5 ditë që kishte lind, sa kishte dalë nga spitali, më nguli gërshërët në shtëpinë. Vetëm se ushqimin tha e ke bërë pa kryp. Në mëngjes, ora 6 të mëngjesit. Kjo shumë e rëndë. Edhe nuk mund që të shkoj në spital. Për shkak se ajo ishte e vetëdijshme që do vije policia në spital. Edhe ta denoncoj, për nuk mundesha. Më kërkoj ndjes pas disa ditëve u pajtum për shkak fëmijës, ajt si jemi në. Ja, shanë 7 muaj ditë kemi jetu ashtu, pastaj e bëri një problem. Blerta, unë do të pyes, ti ke jetuar me vjerën dhe me vjerin. Në momentin që ai të ka dhunuar, ka marrë gërshërët, i ka ngulur në kurriz, kjo është e tmerrshme, që pse si ke hedhur krip gjellës, unë nuk e kuptoj ku arrin një mashkull shqiptar. Nuk e di, sinqerisht nuk di, ngelen pa fjalë kur gjoj tilla histori. Por vjera dhe vjeri, si reaguan? Ata kanë qenë prezent në shtëpi kur ka ndodhur e gjithë kjo situatë, ai të ka dhunuar në formën më barbare të mundshme. Ato kanë qenë poshtë, vjera, vjeri, kunati gjithë. Unë kam qenë lart te dhoma ime. Dhe në momentin që ai më ngul thikën mu, unë zbres poshtë. Dhe në atë moment vjeri nuk më pa, se vjeri ishte pak më ndryshe, do me thënë. Edhe vjera tha, më shkon spital se do vje policia, unë e kam të kry me infermjerin, dhe i di medikamentet, dezinfektimet si bëhen, dhe i thash vjerës, lutem shkon barnatore dhe meri këto gjëra që më duhen dhe më pastro plagën me kunata. Vetëm që humba shumë gjakderdhje, kisha shumë gjakderdhje, humba shumë gjak, dhe në atë moment pikova, edhe nuk disha më për vete, kur jam zgju shumë, pas shumë orëve, edhe vetëm më ka kërkuar falje Muhamedi, unë vetëm ja kom bërë kështu me kokë, okej, edhe mbaroj, pastaj ai doli, vinte të njëjtën e përsëritte me maltretime, prap edhe 2 herë tjera thikën, ma ka ngull, do me thënë. Blerta, sinqerisht, ke bërë shumë gabim që nuk e ke denoncuar, që në atë momentin e parë, kur ai ngriti dorën ndaj teje. Nuk kam mundur. Sikur ta denoncoj atë, duheshte të mvrasi. Kur ndodhi ky episodi i parë që ti ma tregove, që është shumë i rëndë, unë besoj që brenda vetes i ke besuar prindrit. Prindve nuk ju tregoja, më vjen të keq. E dashur Blerta, ti familjarëve të tu, nënës dhe babait, nuk i tregove asnjëherë për jetën që bëje dhe dhunën që ai ushtronte ndaj teje?
Nënës nuk i kam treguar, por pse? babait... Nuk dohet ta lëndoje? Nënën jo, por babait po, pasi që babai kishte familje tjetër, ne jetonim me nënën. E kuptova, me prindër divorcuar, e qartë. Kam qenë shumë e vogël 6 vjeçare kur janë divorcuar dhe i kam jetuar me dajet me nënën, por babait i kam thënë që lutem është kjo, më thonte e ke burr, ule kokën do të rritet djali. Mentaliteti çdo prindri shqiptar, si në Maqedoninë e Veriut, si brenda Shqipërisë, si në Kosovë, të gjithë prindrit e këtij brezi kështu funksionojnë dhe kështu mendojnë që vajza e tyre nëse martohet, dhunohet, duhet të rritë burri, duhet ta mbylli gojën, të mbylli syt, veshët, gjithçka dhe duhet të rri me burrin. Kjo është e tmerrshme. E tmerrshme. Pra babai nuk të mbështeti. Më vjen shumë keq, sinqerisht, për historinë që po tregon sot me mua. Por në momentin që ai të kërkoi falje, çfarë të tha? Vetëm fal. Kaq. Ti e fale për kushtet në të cilat ndodheshe, e kuptoj qartë, por si vazhdoi raporti mes teje dhe atit? Dhe një njeri që të nguli thikën prapa pas shpine, si vinte ai në krevat me ty, si të përqafonte, si të dhuronte dashuri, unë këtë sari do ta kuptoj ti një mashkull, që e dhunon dhe pastaj mund t'i thoj të dua. Ai që të rre të do, thuhet në vendin tonë, që është gjëja më e absurde. Sikur nuk ka ndodhur asgjë. Nuk mundesh as t'ja përmendish se ma ke bërë këtë. Pse, kishe frikë? Pse vazhdonte, e bënte përsëri. Ti kishe frikë në atë kohë t'i ktheje fjalën, zërin, apo edhe e doje, si ishte babai i fëmijës tënd? Edhe e doja, por pastaj dashuria humbet. Frika. Pas këtij episodi e dashur Blerta, jeta jote vazhdoi e njëjtë. Pra ai kërkoi falje, por nuk ndryshoi. Çdo herë ka kërku falje, por nuk ndryshoi. Si vazhdoi jeta jote më pas? U bëre nën e një djali? Pastaj njëjtë, humte bigjoz, vinte, më maltretonte, djali ishte i vogël derisa i bëri 7 muaj, kemi qëndru te shtëpia e Vjerit, domethënë. Pasi i bëri djali 7 muaj, ki bëri një problem jashtë dhe Vjeri na nxjerri prej shtëpie. Ju do Në bëni nga momentin që shtëpia? na nxjerri Vjeri nga shtëpia, ai mua më tha, merre djalin, shko ke mami, se e kemi shumë afër mbas shtëpisë banesën e mamit të kishim. Shko ke mami jot, unë do gjindem sonte, po do shohim ma tu qesë që ka do bëhet. Kur shkova ke mami e kish një komshi aty, një nxënëse studente ishte, që na e liroj banesën e vetë. Thoj, na tha, po, na e liroj pa qira, tha qiraja është e paguar, vetëm nëse ishte një, jetonte një vaj, studente i tha mamit, si t'ma lejojsh një krevat, dhe unë të flejtë ti, këto familjarisht në rinë poshtë e banesa ime, se janë me fëmijë vogël, i erdhi keq. Dhe na e liroj, në moment që ne i bëm 3-4 ditë në atë banes, Muhamet i bëri një vrasje. E tmerrshme. Unë në Blerta... Në 2008. Në 2008 ka bërë vrasje. Kë vrau? Po. Një njeri nga një fshat i Tetovës e vrau me thik në kry 6 herë me thik. Po për Afër çfarë? spitalit të Tetovës. Po për çfarë kreu këtë krim? Nuk dikush thot për parti, dikush thot e ka shajt. Tmerrshme. Nuk e. Blerta, me sa po kuptoj unë nga historia që ti po tregon ditën e sotme, Vjeri dhe Vjera ju dëbuan sepse unë besoj që ata prindër e kanë ditur çfarë fëmijë e kanë pasur, edhe ata nuk kanë ditur çfarë të bëjnë me atë fëmijë, derisa kanë marrë vendimin që t'u dëbojnë nga shtëpia, sepse asnjë prind, asnjë nën, asnjë baba nuk e dëbon djalin nga shtëpia, por ai s'dihet si është sjell edhe me ata që ata kanë marrë këtë vendim.
Jo, me ata ka qenë shumë mirë. Shumë sjelljen e mirë është për të habitur, me ne ka qenë keq, por me nanën dhe babajnë e ti një fjalë, një herë nuk ju a ka kthy, domethënë, por kur bënte probleme vetëm ikte. Që mos e shef babaj, mos e shef nana. Por ishte një e keqe që më vjen keq ta them kështu, se Vjerën e kam pas shumë të mirë, më ka dalë krah, më ka ndihmuar, domethënë, por i jepte krah për punë bigjosi, i jepte tolla që të luaj, i jepte tolla për drogë, të blej, të shet. Domethënë, nuk mundem ta them, por ajo është. Ai ka qenë edhe përdorues i lëndëve narkotike? Edhe përdorues edhe shitës. Për sa vite je dhunuar nga babai i fëmijëve të tu? 16 vite. 16 vite ke duruar dhunën dhe nuk e ke denoncuar asnjëherë? Pse nuk e ke bërë? Se nuk kam guxu, jam prigu. Nuk kam mund të dal nga shtëpia. E vetëm asnjëherë përveç me Vjerën. Pse ai ka qenë fanatik, xheloz, të ka mbajtur dhe të izoluar? Të izoluar me shami, më bëri për atë nuk e them. E kam vendu se ka pas dëshirë, por as te mami, 16 vite une te mami nuk kam dejtur një natë. Ti po më Pa tregon marrë që parasysh sa e mburë ka qenë disa herë. Ti po më tregon që Muhamedi ka qenë musliman? Që shkonte në xhami? Ka shkuar në xhami, është falur. 5 kohë. Është falur 5 herë në ditë. Dhe ka dashur që ti të kishe shamin. Edhe pse ti e ke vënë me dëshirë. Ai gjithçka e dashur mund të ketë qenë, po vetëm një musliman ai nuk ka qenë. Kjo është më e keqe. E lexonte Kur'anin, mu mundonte neve të na mësonte, por ai vetë nuk i praktikonte. Ju mësonte Kur'anin, suret dhe vetë ka bërë vrasje, ka dhunuar gruan, nënën e fëmijëve. E dhunuar, ka bërë vrasje, më e keqe është u ajipte drogën fëmijëve të dalin të shes. Si fëmijëve të vetë ju jepte drogën që të shisni? Vajza ishte 5 vjeç. Vajza sa Ja vjeç? shtinte me 5 vjeç ka pas. Ja shtinte me një kuti cigarësh, thojte në tjere ke rruga, do vje dikush dhe t'jape do pare jep. Po kjo është e tmerrshme. Si e ke lejuar Blerta deri në këtë pikë, deri dhe te fëmijët, të shfrytëzoj dhe fëmijën? Jam munduar të luftoj, të mos e bëj, por më kërcënonte me djali. Ai nxirrte vajzën e vogël 5 vjeç në rrugë me sasi të ndryshme lëndë narkotike, që mos kapej vetë nga policia, që mos kuptoj dhe e shiste në këtë lloj forme në Tetov. Jo veç vajzën, por edhe këto 2 tjerët. E tmerrshme. Por shkonte që ta merte, unë isha me shami, më merte mua, por nuk më tregonte, më thonte do shkojmë në Shkup, qofim diçka, dhe merte drogë dhe më shtinte të shamia, me zën policia të më zën mua. Blerta po më shokon, me gjithë që po më tregon. Çfarë të ka bërë babai i fëmijëve, personi që dashurove në moshën 18 vjeç, ai jo vetëm që të pas ka dhunuar në mënyrë barbare, por ai pas ka shfrytzuar fëmijët, ty. E dashur Blerta, në momentin që ai ra në burg se kreu një vrasje aty në Tetov, ti kishe sjell në jetë sa fëmijë deri në atë kohë? Veç djalin e kisha 1 vjet kur hini në burkën të madhi. Veç këtë e kisha një herë. Por çfarë ndodhi më pas me jetën tënde?
Vazhdova jetën si me qenaj. Ligjet e atij vazhdova si me qenaj, me familjen, me krejt, normale. Pastaj ai mu lajmëru dhe mu lut që ta lus familjen time, që t'i ndihmoj. Ta nxjerrim nga burgu. Dhe më tha më nuk përsëritet asgjë, do bëhem babai mirë, buri mirë, krejt. Edhe unë e luta familjen time që të bëjt shmos të nxjerrin. Nga 20 vjet që i kishim ta dënojnë burg, i mori vetëm 4 vjet e 8 muaj. Ti vendose ta prisje, përderisa ke kërkuar ndihmë të familja jote, vendose ta prisje dhe e prite 4 vite gjys derisa ai fitoi lirinë. Po, ai pas 2 vite gjys doli në vizitë. Dhe nuk shkoj. 3 muaj nuk shkoj. Po? Iku nga burgu, do me thënë, erdh vetëm në vizitë, një vikend, por nuk shkoj, 3 muaj nuk shkoj, dhe mrenda 2 muaj e gjysë, 2 muaj, unë e ngella 7 zënë në gjallin e dytë. Kur atë pas një muaj e gjysë e zuri policia, e mori përsëri dhe më nuk e lejuan të vije. E qartë, që të mërë të leje për të dalë, po? Po, deri sa e mbaroj. Unë e linda djali 18 muaj, nuk e pa babin, as ai këtë, dhe kur doli nga burgu, E dashur Blerta, unë nuk dua të paragjykoj, as të gjykoj, nuk jam as kushi, por në momenti që ai ra në burg, kreu një krim, pse vendoset ta prisje, ta ndihmoje, të ndiqe rregullat e tij, përse? Ndoshta ishte momenti që ti të jepje fund gjithçkaje dhe ta nisje nga e para jetën tënde. Nuk doja që fëmia im të rritet baba si unë që u rrita. Blerta, unë e kuptoj që ti ke menduar kështu, por ti në të vërtet ke shkatëruar akoma më shumë jetën tënde, veten tënde, edhe fëmijët e tu. Nuk i ke ndihmuar fëmijët që ua ke sjell babain pranë, i ke shkatëruar me praninë e tij. E di se kam gabu që e kam bërë atë, por kam mendu kurse më mirë do bëhet, më premtonte çdo herë. Por pas i dul nga burgu, një javë ishte mirë, pas një jave, djali, kur i bëri 2 vjet, ashtu, i dyti, e kisha, 19 muaj, ashtu, e kisha në gjitë. Dhe erdhi i pim dhe kishte humbur bixhos. Dhe duke fletur në 3-4 të mëngjesit, ai përdori dhunë të unë duke pasur djalin në xhi. Djali në atë moment pësoj një shok. Që ju bë diabeti, smundje e zemrës, dhe tash e kanë testu këtu, kanë bet 3 vite prapa me truni. Me zhvillimin. Por në momentin që doli nga burgu, ju ku jetuat të dy së bashku? Po u kthym përsëri, na kthej vjeri. Ktheve tek vjera dhe tek vjeri. Po. Dhe ai vazhdoi të dhunonte sërish. Ti solle në jetë edhe fëmijën e tretë. Fëmijën e tretë nuk doja që ta sillja, po kisha probleme shëndetësore. Po. Që më thanë pa qetër është të lind një fëmijë. Dhe pasi ngella shtatzane në vajzën, kam pasur shumë probleme në shtatzani, do me thënë, para vajzës isha shtatzane me 2 binek, por nga dhuna pata spontan. E kuptoj. Dhe përsëri pas 9 muaj ngella në vajzën, edhe kjo ishte binake, por përsëri nga dhuna e tepër, fëmija i tjetër nuk u zhvillu dhe u desh që të bërtoj, ta pastrojnë, por unë nuk pranova, kështu që mu helmu gjaku. Dhe kam qënduar më shumë në spital se në shtëpi. Por kam pasur aq shumë probleme kur u Falë kthesha. Zotit, je mirë. E ke kaluar atë siklet, edhe vajza që ke sjell në jetë është mirë? Po, mirë është. Falë Zotit. Sa Mirë është, por pasat
Sa vjeç ka shkuar vajza e vogël? 9. 9 vjeç. E dashur Blerta, unë nuk do ta bëj pyetjen pse qëndrove me të, pse nuk e denoncove, sepse ma dhe përgjigjen. Por si vazhdoj më pas jeta jote? Pra ju të dy u bët prindër të 3 fëmijëve. Ti jetoj me vjerin, me vjerën, me Muhametin, dhe ai ndërkohë vazhdon të ushtronte dhunë ndaj teje. Çfarë ndodhi më pas? Dhe me vllajën e Muhametit, me nusën e vllajt Muhametit, me krejt familjen, 13 veta, me nënën, me gjyshen dhe gjyshin. Do me thënë ishim 13. Sa veta jetoni në familje? 13 veta. Por pse jetonit kështu? Se nuk e kuptoj, sinqerisht, ndoshta shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, por dhe në Kosovë, duan të jetojnë në këto familje të mëdhaja, por pa e ditur që familja e madhe vërtet ka shumë dashuri, por ka dhe shumë konflikte. Pse jetonit kështu? Jo, konflikte ne nuk kemi pas ndërmjet veti me kunatën apo vjerin, konflikti vetëm ka qenë Muhamet. E kuptoj, ti e ke patur konfliktin me Muhamedin, por thellë, një nusë e re nuk do të jetoj me gjyshin, me gjyshen, me vjerin, me vjerën, me kunatin, me kunatën, më duket pak edhe jo normale kjo lloj jetesë. Çdo njeri do familjet e vogla. Ashtu janë të gjithë të lumtur, besoj. Por ne jetuam ashtu. Pas kësaj ai hyri përsëri edhe 3 herë në burg. Edhe 3 herë të tjera në burg ka hyrë. Por për vjedhje, për drogë edhe për kindapil. Për çfarë kjo e fundit? Ka shku një person i ka patur diçka në Bixhoz borx një 50 euro dhe nuk ja ka dhënë dhe ki ka shku ke shtëpia, e ka marrë me dhunë si gruas dhe vajzës vogël apo djalë, edhe e ka çuar në mal, ja ka hequr rrobat, e ka re dhe e ka lënë në 11 muaj në mal. E ka marrë peng? Peng, kindapim, peng. Peng, pra është dënuar dhe për pengmarrje. Po ti po më tregon që burri juaj, bashorti juaj që nga një njeri shumë i rrezikshëm. Shumë, po kjo të thash që është jetë apo vdekje. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ai kreu dënimin edhe 3 herë të tjera? Në dënimin e fundit, këtë për peng, nuk e mrita unë më dale prej burgu. Unë pas 2 vjet lindjes vajzës, unë u diagnostifikova me kancer në mitër. Oh. Dhe pata 7 operime. Ai e mirë tani me shëndet? Tash është formuar në gji, jam duke i bërë këtu analizat, por 6 operacione ka qenë Muhameti prezent në shtëpi kur i kam bërë. Dhe është dash 3 javë në spital. Kur kam dalë nga spitali, më ka thënë ti ke dash vetë të rish dhe më ka rehur nesërmen. Dhe çdo herë kam bërë edhe një qepje pa narkos. Do me thënë më është placur plaga dhe nuk më kanë lënë të qëndroj në spital. Më kanë marrë. Edhe qëtatën nuk më jepshin shpresë. Muhameti ishtë në spital. Edhe më thonë të mos shko të operosh, edhe une nuk mund që më, e thira mami. Dhe i tregova gjitha. Dhe mami erdi në 6 në mëngjes, i tha vjerës tha, zduni ju, unë vajzën ti me qenë spital. Për herë të parë, i tregove nënës çfarë të kishte ndodhur me bashkëshortin? Edhe në atë moment kur kum shku në spital, Muhameti e thirë prej burgu mami dhe e kërcnon. Ka qenë në burg të lirë, do me thënë. Dhe ikën, dvije që të më vras mua në spital. Por mami e thirë policin në Tetov dhe shkon e denoncon e zën në duke hyp në bus prej Shkupi në Tetov dvije, prej burgu, si ka iku. Po. Dhe e këte.
e vendosa që nëse shërohen, nëse dalë gjallë nga operimi, do i marr fëmijët dhe do i iki. Dhe ashtu vepro. E tash Blerta, në radhë të parë, sinqerisht më preke, edhe të shikoj që vetëm qan loton, ti do t'japësh forca vetes, në radhë të parë të mposhtësh sëmundjen në trupin tënd, për t'ja dalë, sepse jeta jote është më e rëndësishme, je nëna e 3 fëmijëve që ata ka nevojë për ty dhe ndonjëherë, jo ndonjëherë, por nënat e kanë për detyrim. E kanë për detyrim të jetojnë, të duket jashtë normale, e kemi për detyrim të jemi gjallë, të marrim frym, sepse kemi sjellë jetë fëmijët dhe duhet i rrisim. Kështu që do t'japësh forca vetes, t'japësh energji pozitive vetes tënde, dhe pse gjatë gjithë këtyre viteve ke kaluar gjëra të tmerrshme, por forca për t'ja dalë dhe për të mposhtur sëmundjen e rëndë që ke në trup. Dhe jam e sigurt që do t'ja dalësh. Shpresoj. Dashur Blerta, ti më tregove që në momentin që dole nga spitali, more fëmijët dhe vendose të largoheshe përfundimisht nga ai njeri. Po. Çfarë ndodhi? Dola nga spitali dhe shkova ke mami, se vllau jeton të këtu në Berlin, në Gjermani. Edhe i thash mamit, lutem më ndihmo se du të shkoj. Do me thënë, unë e kisha thënë këto edhe më herët mamit, duke qenë në spital. E qartë. Dhe fillova me nxjerrjen e pasaporteve të fëmijëve, se i kishin te shtëpia e Muhamedit. Por këto 2 fëmijët e vegjël janë vetëm mbi mua, se ne nuk kemi qenë të kurorzuar asnjëherë. Nuk keni pasur celebrime. Jo. Dhe fëmijët automatikisht janë regjistruar në trungun tënd, e qartë. Po, i madhi është mbi Muhamedit. Nuk e di se si keni vepruar për këtë gjë, po, por i madhi ka pranuar, do me thënë, kur ka lindur, ja ka dhënë mbi emrin. Këto tjerët, këto 2 janë vetëm mbi mua. Vetëm mbi emrin. Mbajnë mbi emrin tënd. Pra djali i madh mban mbi emrin Hajdari, 2 fëmijët e tjerë mbajnë mbi emrin Ramadani, mbi emrin tënd. Ramadani. Po. Dhe në qas kur desha që ti nxjerr pasaport madhit, nuk mund qafa në shkrimin e babës. E qartë. Nuk e nxirje dot nga Maqedonia e Veriut. Jo. Po? Jo. Edhe pse u mundum në shumë mënyra se ishte në burg, por nuk na lejuan. Por fatmirësisht e kishte pasaportën e vjetër që i vlente vetëm edhe 6 muaj. E kuptova. Po. Dhe i thash duhet patjetër të shkosh te shtëpia e babës, që ta marrësh pa të kuptuar, vetëm pasaportën tënde. Edhe e bëri. Dhe ne atë ditë në mbrëmje shkuam ke një shoqe e mamit, që mos na shohin në mëngjes duke dalë të ikim, prej atje kemi dalë dhe kemi ardhur për Gjermani. Dhe sa kohë bë që jeton aty në Gjermani? Në 9 muaj bëj 3 vite. 3 vite. Dhe si ka qenë jetesa jote në ato 3 vite? Prej një qytet në tjetrin, pasi që në çdo qytet ishte dikush që na gjente dhe na shihte dhe i tregonte. E qartë, në Gjermani ka shumë shqiptar. Si shqiptar të Shqipërisë edhe shqiptar të Kosovës, unë e kuptoj këtë gjë. Por në momentin që ti u largove drejt Gjermanisë, ai filloi të kërcënonte? Po, ai filloi të kërcënohet shumë, mami e kërcënonte. I thyte ti sa në kthehesh më në Maqedoni, se ti e para që do të vras, pastaj do e vras Blertën. A ke bërë një denoncim? Po, kam bërë këtu denoncim, do me thënë kur u lajmërova azyl, ishte një intervju që duhet ta japësh. Unë i mora të gjitha dosjen e Muhamedit, prej policisë, prej gjyqi, krejt i mora. Me çfarë dosje ka shku në burg, me çka është marrë, me krejt. Dhe i paraqita këtu, por deri tash ka ecur, ashtu na kanë ecur qytet në qytet, shkollë fëmijë, po ja kemi dalë, do me thënë. Blerta. Por tash na ka ardhur për të kthy.
Nuk ka arritur do të fitosh azilin aty. Jo, se thojnë tash është bërë Maqedonia e sigurt, janë hapur shtëpia për mbrojtje të grave. Por të ne në Tetov, në Maqedoni, edhe policia i frigohet. Puri. Ti ke frikë të kthehesh në vendlindje? Po se më ka kërcënuar, më ka thënë, ja ti, mu, do më vrasësh, ja unë ty. E ta Blerta, në këto 3 vite, a i të ka marrë në telefon, ke mundur të flasësh me të? Në fillim, po. Në fillim jam mundu vetë, do me thënë pas 6-7 mujve, thësha, u mendova dhe thash që nesër mos më akuzojnë se ti na kenda nga babi, apo se ishin të vejgjel harojnë dhe nuk desha që të bëjmë shkaktare. E qartë. Por ai, 3-4 ditë foli me fëmijët, edhe pse unë me dhuni çësha fëmijët folin, i vrapojsha në kofajme që të flasin, dhe ai pas 3-4 ditëve filloi me kërcënimet e mia. Djali i madh i pa kërcënimet në telefon. Dhe prej atëherë i ndalum e gjitha. Por i ka shkuar tash që 6 muaj, vllaut në shtëpi ishte në Tetov, i ka shkuar me pistolet që ta vras vllaun tim, ose ti tregoje ku jemi ne. Pra, a i të ka kërcënuar në të gjitha format, edhe te familjarët e tu. Ti je munduar që ta bllokosh shumin e tij dhe ke frikë nga babai i fëmijëve. Po. Po, në kontaktin që pati me fëmijët në fillim, atyre çfarë ju tha? 2 djemve dhe vajzës. Ai ju tha, unë kam shku në polici dhe babi së shpejti do jemi bashkë, do vi të marr. Po vetë fëmijët, çfarë të kanë thënë Blerta? Fëmijët nuk e dojnë, se gjithë çka ka ndodhur në mes atij dhe mua, ka ndodhur në sy të fëmijëve. Pra, e kuptoj, fëmijët janë rritur në ndikimin e dhunës që është ushtruar në familje. Ata kanë qenë prezent në të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur në familjen tënde. Por fëmijët, çfarë të thonë në raport me babain, ndoshta djali që është i rritur mund ta ketë fuqinë që t'i kthejë një përgjigje që i meriton ai njeri. I madhi ditën kur i kishte shkuar vllau tim me pistolet dhe ju lajmërua, i shkruajti një mesazh që më habiti dhe mua, do me thënë edhe i kishtë thënë që mos ka bëjë edhe një herë të bësh një gjë të tillë, se nuk do jenë reportet si kanë qenë deri tash. Se ditën kur unë e kam vendosur që të largohem nga ai, ka qenë shkak djali i madh. Që më ka thënë, mami, do e lësh apo unë do e vras në gjumë. Kështu të ka thënë djali? Po. Ndërkohë që e kuptoj, fëmijët janë rritur me ty, ata kanë parë dhunën e babait dhe padyshim janë në mbrojtjen tënde. Çdo fëmijë kur shikon që nëna dhunohet nga babai, është në mbrojtje të nënës. Por në momentin që djali jot, djali Muhamedit, djali juaj, i dërgoi atë mesazh si një i rritur, çfarë i shkroi ti babai? Çfarë përgjigje i ktheu babai? Babai nuk përgjigj as pak. Sa kohë keni që s'keni fare kontakte me Muhamedin? 2 vjet. Ndërkohë, fëmijët nuk duan të kthehen në Tetov. Çfarë thonë? Nuk duan. Kanë frikë. Ato duan të kthehen, do me thënë për shoqëninë, për familjen, ta shohin vendlindjen, por kanë frikë për shkak në mes. Kanë frikë, jo për vete, por kanë frikë për mu. Se mos të ndodhë diçka ty. E tash Blerta, por ç'a ke menduar? Ndodhesh një situatë që shteti gjerman mund të deportojë nesër drejt Tetovës. E kam afati deri me 27-in e këtij muaji. Prej me 30-in ma kanë dhënë, 30-in e 5-it deri me 27-in e këtij muaji. Por çfarë do bësh? Nuk e kam ide, nuk di.
Mua më thanë, nëse do të qëndrosh të duhet një letër nga shteti i Maqedonisë, nga ministria apo policia, që ai person është vërtet i rrezikshëm dhe për ty qëndron rrezik. Por unë mendoj se atë letër nuk e aty. Nuk kam si ta marr. E dashur Blerta, unë e kuptoj qartë që institucionet aty duan dokumenta për ta vërtetuar të gjithë të histori, por mesazhet e kërcënimeve, a i ke ruajtur për t'i vënë në dispozicion kur babait ka kërcënuar? I kam dhënë të gjitha. Të gjitha i kam nxjerrur edhe i kam printuar, do me thënë i kam nxjerrë si foto, kërcënimet, mesazhet, numrin, fotot që kam pas maltretime, gjitha. Do me thënë i kam dorëzuar, i kam nxjerrë si foto. Por me familjarët e Muhamedit, me motra, vëllezër, çfarë ka ai, nënën, babain, ke folur për gjatë këtyre 3 viteve? Vllau i ka vdek që 4 muaj, tash 4 muaj. Por ke pasur kontakte, ke folur për gjatë këtyre 3 viteve që ke qenë në Gjermani? Jo. Në fillim, thash, u mundua me Muhamedin, pastaj u mundua me nënën e Muhamedit, duke qenë Muhamedi ende në burg. Por familjet zunë edhe me të mos folin, sa jo çdo herë sa e mirë të telefonin ju thonte thirrja babin. Thirrja babin. Edhe këto filluan që mos duan më të flasin. Pra edhe fëmijët nuk kanë kontakte me njerëzit e babait. Jo. Jam munduar në çdo aspekt që të faktë me babin dhe mamin Muhamedit ken kontakt, por nuk duan. Fëmijët i kam ende ki 2 është me depresion, edhe ende me psikologe, është në shërim me psikolog. Që trajtohet aty në Gjermani. E qartë e kuptoj Blerta, ti më ke shkruar dhe kërkon ndihmën time. I kam parë emisionet tua në YouTube, Instagram, Facebook dhe thash ta provoj. Ti je shqiptare, por gjithë problemi është që ti përket një tjetër nënshtetësie. Se je nga Maqedonia e Veriut, nga Tetova, pra e që të unë të këshilloj është nëpërmjet ambasadës në Shkup, por edhe ky denoncim që ti bëre, unë dua që zëri jo të dëgjohet, është shumë e rëndë kjo që më tregove sot, gjithë vuajtjet e tua, kërcënimet nga babai i fëmijëve dhe që jeta juaj e fëmijëve mund të jetë në rrezik. Po, këto na thonë neve, është e përmirësuar gjendja e Maqedonisë, është më e sigurt, ka strej me grash, por nuk mundet. Nuk na ndihmojmë, se ne para se me ardhur në Gjermani, unë kam qenë në polici të Maqedonisë, kam denoncuar aty, kam qenë në social, kam kërkuar ndihmë. Por nuk më kanë ndihmuar. Si shumë grave qera që tash janë në vorë, janë mbytur, janë vrarë. E qartë, e kuptoj. Ti numrin tim tashmë e ke dhe do jemi të dyja vazhdimisht në kontakt dhe uroj që ky denoncim që ti bëre të vlej për institucionet aty në Gjermani, që ti të vazhdosh të qëndrosh me fëmijët e tu në shtetin gjerman. Atë e duam. Blerta, forca, mendo pozitivisht, jepi forca dhe kurajo vetes dhe ke për t'ja dalë. Faleminderit shumë. Shpresoj, faleminderit shumë që gjete kohë. Falenderoj dhe unë, dhe mbetemi kontakt dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit, unë të përshëndes. Faleminderit shumë. Dhe je shumë e mirë, i ndjek emisionet tua çdo herë. Të përqafoj. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori që kërkoni ta denonconi, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime
mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këtë histori reale, histori të vërteta shqiptare. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër me historinë e radhës, deri atëherë mirupafshim.